Lejoni t'ju them që në kuvend, në seancë, sapo u konstatua që u shkel edhe njëherë rregullorja e kuvendit të Republikës së Kosovës për faktin se ishim në një proces të votimit dhe krejt çfarë ishte autorizuar sipas rregullores lëvizja vetëvendosje në këtë rast si fituese e zgjedhjeve ishte që të propozoj emrin. Do të thotë ish dashur që të procedohej me emër dhe menjëherë me votim. Paralelja që po e tërheq lëvizja vetëvendosje, gjithashtu edhe zoti Konjufca në seancë që po thotë që janë dy gjana të njëjta sikurse rasti i nënkryetarëve dhe i kryetarit të kuvendit, nuk është as pak e saktë, për shkak se kryetari i kuvendit përfaqëson kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërkohë që nënkryetaret janë përfaqësues të grupeve politike dhe kjo është arsyeja pse ata votohen në pako. Kryetari është përfaqësues i kuvendit, i të gjithë 120 deputetëve. Kërkesa për kohë shtesë edhe për 48 orë tjera për të arritur një marrëveshje politike ku këta a priori insistojnë se nuk do të ndryshojnë emrin e kandidatës dhe në të njëjtën kohë insistojnë në atë që është drejt e këtyrja. Në anën tjetër, gjithashtu kërkojnë nga deputetët që ata të votojnë sipas vullnetit të lëvizjes vetëvendosje dhe jo sipas vullnetit të tyre. Kjo veç vullnet për marrëveshje politike nuk është. Do me thanë sepse kur dy palë ulen për të bërë marrëveshje politike, natyrisht që duhet me u dëgju palët se çfarë po kërkojnë dhe ju keni dëgju tashmë një subjekt politik i cili ka problem, do me thanë, me kandidaturën. Sikur këta të ishin të interesuar për marrëveshje politike, natyrisht se ishin ul me këtë subjekt politik dhe kishin folë se cili është emri i pranueshëm. Gjithashtu një e pavërtetë sapo u tha nga zoti Murati, sepse në rastet e kalume ka pasur shumicë për qeveri, e rrjedhimisht ajo shumicë e ka votu, i kanë pas votat, domethënë koalicionet, i kanë pas votat edhe për kryetar të kuvendit, ose ka pas raste kur kandidati i propozuar ka qenë i pranishëm për të gjitha grupet politike të përfaqësuara në kuvend, gjë që nuk është rasti me tani. Ne, si Lidhja Demokratike e Kosovës, e kemi thënë që nga fillimi nuk kemi vot për, siç e pat, kemi votu kundër në 2 raundet që e kanë propozuar dhe nuk kemi vot për as për zonin Haxhiu dhe as për një kandidat tjetër. Përgjegjësia në këtë rast është e partisë fituese. Ata duhet të ulen, të bisedojnë me partitë politike. Unë ju thash që ka një parti politike që tashmë është deklaruar se i ka të pranueshëm 2 emra. Dhe do të thotë në këtë rast dhe ju e dëgjut gjithashtu zotin Murati, i cili tha që vetëvendosje nuk heq dorë nga kandidatura e njëjtë të cilën e kanë propozuar. Do të thotë nuk po flitet për kurfar marrëveshje. Bllokues të vërtet në këtë rast janë lëvizja vetëvendosje. Do të thonë thjesht janë ata të cilët duhet me kërku prej tyne, ata duhet me ul me partitë politike. Ne definitivisht nuk jem ata që po kërkojmë një emër tjetër nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, ata mujnë me propozu si parti fituese edhe një kandidat prej komplet një grupi politik tjetër dhe na mandej ulemi i pyesim deputet se si dojnë me votu ata. A jeni të hapur për marrëveshje politike me vetëvendosjen me që? Jo, nuk jemi në të hapur. A shkëtim takime që thirrën nga VV-ja për këtë punë? Nuk mund ta them deri me tani sepse nuk pat ftesë për takim. Domethënë sikur nuk e di sepse janë organet e partisë të cilat vendosin dhe do të varet prej mënyrës se çfarë ftesë do të kemi në këtë rast. Natyrisht se kjo është një situatë e cila nuk mund të vazhdojë në pafundësi, sigurisht që do të ulemi të konsultohemi dhe do të ndërmarrim hapa konform ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Unë besoj që është kristale qartë se ne nuk jemi bllokuesit. Ne kemi një parti politike e cila ka dalë para nga zgjedhjet e 9 shkurtit dhe e cila po kërkon me i detyru dhe me i mësu edhe deputetet e partive të tjera politike se si me votu. Dhe me thanë kjo, sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës, deputetet janë përfaqësues të popullit dhe nuk i ushtrohen kurfar presioni detyrues. Faleminderit shumë.